Era e fortë bregdetare këtë të shtunë ka shtuar intensitetin e saj, duke arritur në brendësi të qytetit të Vlorës deri në shpejtësinë e 15 metrave për sekond. Megjithëse temperaturat kanë shkuar deri në 25 gradë Celsius, era, e cila fryn me drejtim jug-jug lindje, ka shkaktuar në qytet një sër problematikash. Situata më kritike ka qenë përgjatë bregdetit, ku dallohet qartësisht shtëllungat e Pluri dhe Rërës, që këtë të shtunë kanë pushtuar zonat bregdetare. Era e fortë me intensitet të lartë në bregdet ka bërë që një pjesë e konsiderueshme e Rërës së Detit të shkojë deri në banesa dhe njësitë e biznesit, të cilat gjenden në vijën e parë dhe të dytë të shëtitores, por edhe në brendësi të zonave të plazhit të vjetër dhe Zvërnecit. E pamundur që sot mund të hapje dritaret e banesave apo të bizneseve, pasi Rëra dhe Pluri brenda pak minutash përfundonin edhe në brendësit të tyre. Përgjatë segmenteve rrugore pranë bregdetit, ky e shtun të afron sadopak me një pamje të Saharas, ku në njërin anë nxehti, i cili të ngjatëson me ata afrikan që sapo ka nisur në Vlorë, dhe nga ana tjetër Rëra e bregdetit, e cila fluturon mbi qytet, duke shkaktuar sigurisht më tepër ndotje. Automjete të veshura nga Pluri dhe Rëra, apo edhe fasada të subjekteve private, në të cilat shenjat e kushteve atmosferike dallohen qartësisht. Madje edhe qytetarët për të ecur në qytet kanë hasur vështirësi, pasi Rëra dhe Pluri e bënte të pamundur shikimin. Edhe në segmentet rrugore, shtëllungat e Plurit kanë bizotruar përgjatë gjithë ditës, duke sjellë më tepër ndotje, e cila sigurisht përkthehet në më tepër shqetësime shëndetësore tek shumë persona. Vështirësi shëndetësore këtë të shtunë për të gjithë ata qytetarë të cilët kanë probleme me frymarrjen, apo edhe ata që kanë probleme me alergjit për shkak të motit të përkeqësuar.